Hyrja e vjetër e Vlorës këtë të ënë ka notuar në ujë. Rreshtit e dendëra të shiut të rëna përgjatorëve të para të mëngjesit të kësaj të ëne kanë bërë që segmenti rrugor në lagjen 11 janari të pushtohet nga ujë. Rruga është kthyer në totalisht e pakalueshme për shkak të përqendrimit të lartë të ujrave të bardha të shiut, të cilat kanë pushtuar totalisht segmentin rrugor. Me qindra automjete të cilat kanë kaluar në këtë segment janë përballur me prezencën e lartë të ujit në rrugë për 6 shumorëve. Siç mësohet, shkak për këtë situatë, krahas intensitetit të lartë të rreshjeve, është bërë edhe bllokimi i kunetave anësore të rrugës, kuneta të cilat ishin bllokuar si pasojë e prezencës së shtuar në këto kuneta të mbeturinave dhe baltës, por edhe mbetjeve inerte. Bllokimi i kunetave ka bërë që ujrat e shirave të mos largohen në kohë nga segmenti rrugor, duke e bllokuar më pas totalisht. Shumë automjete që kalonin përgjatë ditës aty duhet të ulin në këtë pjesë të rrugës shpejtësinë në kuota minimale për të kaluar. Për të përmirësuar situatën dhe për ta kthyer në normalitet, është dashur edhe ndërhyrja e punojësve të ujësisë kanalizimeve. Punojësit e ujësisë kanë zbarkuar në terren dhe kanë nisur punën për zhbllokimin e kunetave anësore të rrugës. Në to është konstatuar përqendrim i lartë i baltës, inerteve të ndryshme, por edhe shumë mbeturina të cilat kishin përfunduar aty. Vlen të theksohet edhe fakti se në zonë kjo është një situatë e përsëritur, ku kunetat anësore bllokohen shpeshherë, duke sjellë këtë problematik. Gjithashtu, në përsëritjen e kësaj problematike, dikon edhe rruga, e cila është në disnivel në kryqëzimin në hyrje të qytetit, duke bërë që kjo pjesë e segmentit rrugor të mbajë shpeshherë ujë, duke e rënduar më tepër situatën. Problematike në zonë është edhe prezenca e lartë e baltës. Rreshtet e shiut më pas ja kanë lënë vendin baltës dhe papastërtive në segmentin rrugor. Është dashur ndërhyrja gjithashtu për pastrimin e segmentit rrugor nga balta dhe papastërtit. Pas disa orësh punë, situata është kthyer në normalitet. Kjo rrugë është kthyer në funksion të lëvizjes dhe qarkullimit të automjeteve aty, të cilat kanë nisur të lëvizin më pas pa problem.